Një shtetas 21 vjeçar me inicialet AK, banues në Shkodër, është arrestuar nga oficerët e policisë gjyqësore me akuzën se ka kundërshtuar punojësit e policisë së rendit për shkak të detyrës. Ndërsa specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë vënë në pranga shtetasin me inicialet KL, 23 vjeç, banues në Shirok, pasi dyshohet se ka vjedhur motorin në një varke peshkimi në pronësi të shtetasit SB. 23 vjeçari arrestuar ka qenë i shpallur në kërkim për veprën penale, largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Ndërkohë janë referuar materialet në prokurori për nisjen e procedimit penal në gjendje të lirë për 4 shtetas banues në Bashkitë Shkodër dhe Vaujdejes, të cilët akuzohen për veprat penale si lidhje e paligjshme me energjisë elektrike në banesa dhe drejtimi i automjetit në gjendje të dehur. Gjithashtu në njoftimin e policisë së rendit bëhet e ditur se rreth orës 9:20 të së në aksin rrugor Koplik Shkodër, shetasi me inicialet MF, duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe përpasoj automjeti është përplasur me biçikletën, me të cilën lëvizte shetasi me inicialet AH, 69 vjeç, i cili është dëmtuar dhe ndodhet në spitalin rajonal Shkodër nën kujdesin e mjekëve.